Adhurues të basketbollit, kudo qeni duke na shikuar këto qaste, Kosovë, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në duelin e dy skuadrave të qyteteve komshi. PS Gjakovës që kanë sukses diametralisht të kundër, Go Plus PA e dyta në tabel me 5 fitore, 1 humbje dhe vllaznimi i parafundit me 1 fitore e 5 humbje. Jemi direkt nga Karagaçi dhe sot me ju jam Una Gonfehmiu. Është kjo ndeshja e Xhiros së 7 e cila mbyll ciklin e parë vjeshtor të këtij edicioni fantastik të Pro Credit Superligës që po na kujton periudhën e para 20 vjetëve, ku secila skuadër poshtë në gjendjen ta poshtë skuadrën tjetër. Go Plus PA sonte po futet në këtë duel me synim për t'u këndell nga dy disfata rresh gjatë 7 ditëve të fundit. Fillimisht vikendin e kaluar, Verdezin pësuan humbjen e parë si vjet pasi u poshtën nga Bashkimi në Sezai Suroj me rezultat të ngushtë 83-79 në super derbin e dy skuadrave të vetme të pamposhtura deri vikendin e kaluar, ndërkohë PA-nët u thuan në kryeqytetin e Polonis, ku në kuadër të IMBL, Ligës së Basketbollit të Evropës Veriut, pësuan disfat të thellë nga skuadra Gjiki e Varshavës me rezultat 103-81. Dhe ja ku janë sonte përballë Komshimet nga Gjakova, kampion me aktual të Ligës Unike, që si vjet startuan dobët me vetëm 1 fitore ndaj Borës dhe pësuan 5 humbje të fundit vikendin e kaluar në Shaninushi para publikut vet nga Sigar Prishtina, skuadër që kishin poshtur në finalin e Unikës me 27 mars të këtij viti për ta fituar trofeun e parë pas plot 29 miteve. Sidoqoftë, mërkurën brëma në startin e edicionit të si vjetëm të Ligës Unike, që startoj pa shumë zhurëm dhe disi në heshtje tek ne në Kosovë, pasi si vjet në këte projekt që bashkoj jo vetëm basketbolin, por edhe sportin barkumtar shqiptar në përgjithësi, nga Kosova nuk po garojnë 4 top skuadrat, ashtu si edhe kishte qenë ideja themelimit, dhe mbi bazat të së cilës u formua Liga Unike, me pretendim për të ngrit kualitetin e garimit dhe rivalitetit midis kampionëve të Kosovës dhe Shqipërisë për këtë pak më vonë, ja dhe skuadra e vllaznimit me kapitenin Koshin, me numër 0 Unika Ahmeti, 1 Rit, 2 Bedra, Ismaili, Warwick Helms, Anej, Kolimerio de Dushaj da Sylla dhe Cingu, të udhëhequr nga Jeronimo Sharrin, ndihmë trajnerët e tij Driton Raci, Dorant Hana, i rikthyer nga Amerika, në anën tjetër PA me kapitenin Dardan Berishën, me numër 1 Flayton, 2 Morris, 4 Mala, 5 Green, 7 Edwards, 9 Hajdari, 10 Johnson, 13 Armstead, 23 Sala Begoli, 24 Hasanaj, 66 Nila, trajneri Gregory Gibson me ndihmësin e tij Ervin Muharemin. Refer të duelit sonte është treshja e udhëhequr nga Gadim Shabani me ndihmësit Tekzon Malokun dhe Besim Vitakun. Dhe tani të ngritemi për intonimin e himnit të Kosovës. Pra, sikur se isha duke thënë pak më herët, gjatë mesjavës vllaznimi e zhvilloi dhe ndeshjen e parë në kuadër të Ligës Unike, pasi mposhti Teutën, dhe ky edicion disi filloi në heshtje, pasi nga Kosova nuk po garojnë 4 top skuadrat, ashtu si ka qenë ideja themelimit dhe me bazat cilës u formua Liga Unike, me pretendim për të ngritë kualitetin e garimit dhe rivalitetit midis kampionateve të Kosovës e Shqipërisë,
Pra nga Kosova si vjet po mungojnë Trepça, Bashkimi e Prishtina si 4 skuadrat gjysma finaliste të edicionit të kaluar të ProCredit Superligës, për dallim nga kampionati i Shqipërisë, i cili po përfaqësohet nga kampionja Beslidhja e Lezhës dhe nën kampionja Teuta e Durrësit, si dhe gjysma finaliste të Apolonia e Fierit dhe Vllaznia e Shkodrës. Kosova si vjet përfaqësohet pikërisht nga 2 skuadrat, të cilat po takojnë sonte këtu në Garagaj. GoPlusPea si gjysmë finalistja e vetme e play-offit nga edicioni kalum, pastaj nga kampionja aktuale Ligës Unike Vllaznimi i Gjakovës, Golden Eagle Lylli nga Suareka dhe skuadra e Borës nga Prishtina. Si kur e thash më herët, Vllaznimi vikendin e kaluar pësoj disfat në Gjakov nga Prishtina, që ishte disfata e 5 si vjet në Super League, dhe mbetet me vetëm një fitore ndaj Borës, që së bashku me Rahovecin si vjet janë rival direkt për mbjetesë dhe play-in. Ndërkohë të mërkurën ka filluar me sukses mbrojtjen e titullit të kampionit Ligës Unike, pasi u ndesh dhe e mposhti Teutën në Durrës. Lajmi mirë për skuadrën Kuqezi është kthimi i këtij njeriu, pra rikthimi i Jericho Helmsit në skuadër, dhe kjo vret me njëherë pasi Helms vazhdoi aty ku e la në pranverë, duke qenë lideri i ekipit me 21 pikë dhe përqindje gati perfekte nga loja në duelin e zhvilluar në Durrës kundër Teutës. Pra, po e përsëris, sonte, këto dy ekipe po ndeshën me qëllim që të këndellën nga disfata e vikendit të kaluar, GoPlusPea pas humbjes në Super Derby me Bashkimin, ku takuan 2 skuadrat e vetme të pamposhtura deri vikendin e kaluar, dhe prizrenasit e ruajtën epitetin e skuadrës pa humbje, kurse Vllaznimi sonte synon të shfrytëzojë rikthimin e Jericho Helmsit dhe eventualisht të shënon fitoren e dytë këtë edicion, edhe pse do ta ketë shumë vështirë, sepse për mendimin tim, Pea së bashku me Bashkimin në fillim të këtij edicioni është duke luajtur basketbollin më të bukur në Super League, po luan lojë kolektive, shumë të shpejt, Pea po i ka kundër sulme të shpejta, dhe kur rivalët po vendosen në mbrojtje, atëherë peanët me qarkullim të shpejt të topit po krijojnë pozita të lira për treshe prej nga po bombardojnë, dhe aktualisht janë skuadra e dytë më e suksesshme në elitë sa i përket përqindjes. 38% efikasitet për 3 pikë, pra kanë realizuar 61 treshe nga 160 tentime në këto 6 duelet paraprake peanët, sa sonte kanë përballë skuadrën më të rrezikshme në ligë sa i përket tresheve. Pra Vllaznimin, po flasim për përqindje, 39%, pra Gjakovarët kanë realizuar 56 treshe nga 144 tentime. Edhe pse nëse shikojmë totalin, pra pozitat janë ndryshe. GoPlusPea është e para me 61 treshe, apo rreth 10 treshe për ndeshje, dhe Vllaznimi me total prej 56 tresheve i bjen me 9 presje 2-3 piksha për ndeshje. Pra, po e shihni që te dyja skuadrat janë jashtëzakonisht të rrezikshme në tentimet e tyre për 3 pikë, dhe faktikisht to janë edhe armët kryesore të këtyre dy skuadrave. Ajo që si vjet është më ndryshe te GoPlusPea është filozofia e lojës, dhe loja e shkëlqyeshme kolektive, ku në skuadër aktualisht kemi 4 lojtarë me mesatare dyshifrore. Të pikëve në mesin e tyre është edhe kapiteni Dardan Berisha, i cili në momentet vendimtare po e merr përgjegjësinë për të udhëhequr ekipin drejt fitoreve, sikur se ka bërë në kulmin e karrierës së tij. Me 37 vjet, të cilat i mbushi pikërisht të shtunën e kaluar, ditën e derbit kundër Bashkimit, kapiteni i pejanëve Dardan Berisha po luan në formën e shkëlqyeshme, thash, dhe po është partës në duelet e rëndësishme si kundër Trepçës në Mitrovic, ashtu edhe si gal Prishtinës në Prishtinë, padyshim se me mesatare prej 15 pikëve 8 kërcimeve. Aljo Taçgrin është lider statistikor i skuadrës, i ndjekur nga playmakeri Johnson me 14 pikë 6 asistime dhe Alexandra Edwards me 13 presje 5 pikë 8 kërcime. Po ashtu nuk duhet haruar veteranin tjetër, 36 vjeçarin, reprezentuesin e Kosovës Armstedin, që ka një mesatare për 9 pikëve 5 asistimeve 3 kërcimeve, po aty afër janë edhe Mala, Chandra Herndon dhe Skylar Flayton. Me një fjalë, Pea si vjet ka komponuar një skuadër pa yje, që dallohen, por ka një kompaktësi dhe po dallohet me lojë ekipore, të gjithë po luajnë për njërin dhe njëri për të gjithë, pra mentalitet dhe filozofi kjo të cilën e ka instaluar trajneri Greg Gibson, që po bën punë shumë të mirë, një trajner shumë i respektuar në Finland, shtetin i cili u renditi 4-ti në Eurobasket
në shtator, ndërsa Grek ka fituar 3 tituj kampioni në këtë vend. Gjithashtu si vjetësoj përket lojtarëve të huaj, Pea ka bërë punë të mirë që nga fillimi, dhe këta djelmosha po dukën kualitativ, dhe transferet të qelluara pasi nuk po janë mendje lartë, por janë të qetë, po punojnë dhe po i kryen punën e tyre me përkushtim dhe disiplin, duke ju bindur në plotni urdhrave dhe instruksioneve të trajnerit Gibson. Një gjë e tillë nuk mund të thuhet për vllaznimin, i cili si vjet ja huqi me transferet e huaja në start të kampionatit, dhe lojtarët e ri nuk po arrin që të përshtaten me filozofinë e trajnerit Sharin, i cili megjithatë do të merr lehtë frym sonte pasi në skuadër është rikthyer Jerry Cole Helms, lojtari më efikas i edicionit të kaluar të vllaznimi, ai i cili dëshmoi kualitetet e tij menjëherë kundër Teutës së Durrësit të mërkurën. Kjo përballje do të jetë përballje interesante, do të shohim se si Helms do të përshtatet me tandemin që aktualisht e udhëheq vllaznimin, Marquis Warwick dhe Ziridin, që të dytë pra luajnë me Warwick 22 pikë për ndeshje, rrit 21, pasi të tre këta lojtarë janë lojtarë që kërkojnë topin, dhe do ta shohim sonte se si do ta ndajnë topin dhe gjuajtjet në kosh këta lojtarë. Pra, çdo gjë është e gatshme. Flayton Mala, Green Johnson, Berisha, Warwick Helms, Anej Koshi dhe Dasyla, topi i parë shkon për Niko Qirët, të cilët e fillojnë sulmin e parë Flayton, i cili zakonisht po starton, tenton atje të depërtoj topin, bukur mbrojtje e mire Koshit ndaj Greenit, Warwick e merr këtë top, Koshi për Helmsin, i rikthyeri pranë tij Dardan Berisha, Helms depërton por Dardani mire mbyll atje. Warwick për Dasylën, Dasyla me Greenin, me një horog atje, por mrekulli në stil të qendrave, Dasyla e vjell topin nër kosh, por e blokon tash Green Warwickun. Starti fuqishëm me mbrojtje të mirë, Musab Mala, por gjigjet me treshe, dhe me njëherë në start fillojnë me armën e tyre kryesore verdhezint. Personale e Musab Malës. Sa i përket lojtarëve sonte, tek Pea të ftuar në përfaqësuesën e Kosovës për ndeshjen e cila zhvillohet të dielën e ardhshme në Shkodër kundër Shqipërisë në kuadër të para kualifikimeve për Eurobasketin 2029, janë Musab Mala dhe Dardan Berisha, e nga vllaznimi Jon Ismaili dhe Ron Dasyla. Jerry Cole Helms përballë kishte Flaytonin, mbrojtje zonale, Dasyla e komplikon atje, bukur rolling i Flaytonit, i cili depërton, e huq, dashti me ngulitje me përfundua e huq kundër sulmin shpejt. Dasyla ndalet i ftuar në mesin tash të 15 lojtarën listën e Gjeranej, tentoj për 3 pik i pasak Johnson, dalet në mënyrë të paliuar nga kapiteni Ati Koshi. Dy topat të vjedhur të vllaznimit në start, dy topat të humbur të Peas. Greg Gibson nuk i pëlqej kjo, tentim për 3 pik nga bjeshte Nemuna, atje lanson Jordan Johnson dhe realizon për 6-2, 2 treshe të një pasnjëshme të Pejanve, me njëherë në start, pas Malës edhe Johnson, bukur në thellësi Warwick për Anejn, i cili e shmonton Koshin, derisa vllaznimi po përgjigjet me depërtime, edhe këtë ngulitje të Anejt në anën tjetër. Pejanët po bombardojnë për 3 pik. Dardani e pret blokun pick and roll me Tash Greenin. E she atje korridorin, depërton nga ana e kundër. Jo, i thot Dardani, haloj ti i ri për me mbloku mu nga ana e kundër të tabelës. Për 8-4. Pick and roll Dasyla me Warwickun, i cili e kthen shpejt lëviz topi, por një pasim i shpejt i ngutur, dhe top i humbur për Dasylën. Kërkon aksionin numër 5 Greg Gibson, ta shohim cili aksion është ky aksioni numër 5. Johnson e organizon sulmin.
Malja e pranon edhe Tash Green depërton në brendi. Okej, thot pas pasimit vjen cut the front door apo prerja e korridorit të përparëm nga Tash Green, i cili u ndal në mënyrë të paljuar. Edhe njëherë kjo aksion i bukur i Warwickur për Anejn, i cili në anën tjetër shkaktoi personale. Në vijnë e gjuajtjeve të lira Tash Green, herën e parë i pasuksesshëm. Ka një efikasitet prej 70% nga vija gjuajtjeve të lira Tash Greeni në këtë edicion. Në 6 ndeshjet paraprake, 23-16 deri tash, sonte. Herën e parë Huçi, herën e dytë realizoi për të ngritë përsin në 5 pikë. Është kjo e përsia më e lartë e peanëve deri tash plus 5. Ati Koshi, hamendet atë gjuna mos gjun. Warwick, depërton atje, mbi të gjithë për mrekulli. Derek Warwick, Marquise Warwick, më falni, për 9-6. Johnson ndalet pikërisht nga Warwicku në mënyrë të palejuar. Do të jenë dy gjuajtje të lira. I sakt në tentimin e tij të parë Jordan Johnson, një prej ekzekutuesve më të mirë në skuadër së bashku me Armsteadin dhe Malën. Armstead dhe Mala 100% efikas. Edhe herën e dytë realizon për 11-6 e rikthen e përsin më të lartë prej plus 5 në këto 3 minuta 20 sekundat e para. Warwick, Helms disi po duket i humbur atje, nuk po e gjen veten personale. E Jordan Johnsonit edhe një herë. E dali në mënyrë të paljuar Warwickun. Helms nga pozita e tij i shkurtër, topi tek Flayton, megjithatë Flayton karambol atje, topi vjen te Jordan Johnson, i cili e thjeshton muhabetin, lanson dhe projektilin të vendi e dërgon për 14-6. Është kjo treshja e tretë e peanëve, e dyta e Jordan Johnsonit. 7 pikë të tij. E huq da syla Johnson me edhe një kërcim, figura kryesore aktualisht Jordan Johnson. Tenton për 3 pikë për pak, nuk e huq. Opa, gabim në udhëheqje atje. Timeout ka kërkuar trajneri Jeronimo Sharin, i pakënaqur me mënyrën se si ka filluar ndeshjen skuadra e tij. 8 pikë minus në këto 4 minuta 10 sekundat e para. Aktualisht duke i falenderuar tresheve 100% efikas nga tentimet për 3 pikë. Lojtarët e PES nga 3 tentime, 3 shënime. Musabi tentoi një herë, e qelloi Jordan Johnson në 2 tentimet e tij, e dërgoi topin te vendi. Ërsa ishte ky deportimi fantastik i Dardan Berishës, i cili deportoi pran Joraneit. E këtu pas atij karambollit ishte kjo treshja e dytë e Jordan Johnsonit. Pra me sa vëmendje, Bonabytyçi, legjenda e basketbollit femror peon, edhe Kosova në përgjithësi, kampionja e shumë fisht e Kosovës, Jericho Helms, i rikthyeri te vllazimi.
ka pasur oferta edhe nga skuadrat e mëdha kosovare. Bëhet fjalë për Trepçën, Bashkimin dhe Yllin. Ka vendosur të kthehet te vllazimi Gjuan. Topi i kthehet atje Dasylos, i cili asiston për të posa inkuadruarin në lojë Zigi Ridin, i cili zakonisht po starton nga banka rezerv. E më pas me inkuadrimin e tij po shpërthen Zigi Rid, i cili është koshashënuesi më i mirë i skuadrës së bashku me Warwickun. 22 pikë për ndeshje Warwick, 21 pikë për ndeshje Zigi Rid. Tentim për treshe nga këndja atje Flayton. Skylar Flayton për treshen e 4 të Peës. E shpëton këtë top Reed. E përsi prej 9 pikëve. Dasyla ndalet në mënyrë të paljuar nga kapiteni i Go Plus Peës, Dardan Berisha. Njëherë është edhe kapiteni përfaqësuesës së Kosovës, basketbollisti më i mirë shqiptar i Kosovës i gjitha kohëve. 17-8 për herë të parë në vijin e gjuajtjeve të lira, Dasyla i pasakt. Herën e dytë realizon ka një efikasitet prej 50% në këtë edicion, 14-7 edhe sonte ashtu, 2-1, 17-9 nga 2 tentime qëlloj njërën. Dardani din të qëllon treshe nga ato pozitat, lëvizje ti mashtruese, depërton e kthen topin lart e Flayton, shpejt shkon topi Dardani pran Hellemsit, i cili ja dëboj topin nga prapa, por luajtja atje me këmbë nëse nuk gaboj Warwick, po do të jenë 14 sekonda të reja. Malja pressing atje me njerë, Koshi është pran Maljës. Green me pick and roll. Mirë po e mbrojnë pick and rollin drejtarët e vllazimit. Jordan Johnson, foul në sulm është kë. Ka skaduar sulmi, po nuk ka të drejt nga Dhim Shabani. Nuk ka të drejt që po jep atje vrejtje për simulim. Po e ngri do me thone e para, por këtu nga Dhim Shabani gaboj, sepse Jordan Johnson e shtiu me krah Warwickun, e spastrojnë nga parketi. Kjo ka qenë foul në sulm. Pick and roll me Zigi Ridin për Hellemsin. Lëvizje bukur mashtruese Hellems. Dasyla depërton dere në fund. Dalet në mënyrë të palejuar. Dhe kjo ishte dyshim me vërtet. Jordan Johnson, se si e shtyua atje. E po dhe këtu Dasyla, ky falli Jordan Johnsonit ishte diskutabil, drejtëm me i thonë. Ishte falli i dytë i Jordan Johnsonit. Largohën Dardan Berisha dhe Jordan Johnson. Në loj Arti Hajdari. Dhe Dequan Morris. Dequan Morris, i cili ka luajtur vetëm 14 minuta. Prap problemi i Dasylës, herën e pare huq, herën e dytë realizon, i mbetet besnik efikasitetit të ti prej 50%, 17-10. Dasyla ullet për të pushu. 5 pikë të Dasylës.
topi disputueshëm. Lutje topi për vllaznimin. 3 minuta e 41 sekonda deri në fund të çerekut të parë të duelit të dytë në program sot. Paraprakisht në Miza Irisma, Golden Eagle Rahoveci e mposhti Golden Eagle Yllin, duke shënuar fitoren e tretë në këtë edicion. Helms, faul i kujt. Lojtari me numër 1, Skyler Flayton, ka shkaktuar personale, ngrim, Caesar Edwards, në vend të touch greenit. Të 85 me 77 ishte fitoria e Rahovecit ndaj Golden Eagle Yllit. Ishte përballje e 2 trenerëve vendor, selektorit të ri të përfaqësuesës së Kosovës, në cilën është ftuar edhe Jon Ismaili i ri. Jon Ismaili dhe Ronda Syla nga vllaznimi i Gjakovës të ftuar në përfaqësuesën e Kosovës, selektori Loci. Poshti Endrit Elshanin, i cili po e ushtron detyrën e kryetrajnerit deri në ardhin e trajnerit të ri pasi Takianos u shkarkua javën e kaluar. 19 me 12. Reed. Blok atje, deporton deri në fund. Ufa, Morris atje. Je blokon. O shkon edhe i flet atje Zigi Reedit. Musab Mala dalet në mënyrë të paljuar nga Ati Koshi. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Musabi. Është 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. Edhe njëherë kjo blokad e Morrisit. Një me 12, shifrat kthyer mbrapsht. 9 pike përsi për Pen në start. Gol në sulm nga Jericho Helms. 26 vjeçari alëfundori i gjatë 201 cm, i lindur në St. Louis të Misurit. U rikthyet e vllaznimi nga kampionati hungarez. Një histori interesante për cilën do t'ju flas pak më vonë. Flayton, pranë tij është Zigiri, dueli 2 lojtarë me numër 1. Edwards dhe Helms luftojnë atje. Edwards dhe Helms. Edwards tenton mbi Helmsin, por nuk e mbyll mirë atje Ati Koshi Morrisin. Tenton Edwards prej këtyre pozitave. Është jashtëzakonisht i rrezikshëm për 24 me 12 dhe është kjo treshja e paste Pejanove. Zigiri depërton pranë Edwardsit. E rikthen rezultatin në 24 me 14, përsi jam më e lartë, pra ajo pak më herët, të shohim. Koshi nuk pranohet. Edhe njëherë. Është kjo personalja Jericho Helmsit pasi që kishte lëshuar topin Musab Mala, cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. 25 me 14, edhe 1 minutë e 41 deri në fund të çerekut të parë. Është ndeshja e dytë në programin e të shtunës, Pro Credit Superligës, paraprakisht 85 me 77 fitore e Rahovecit, e treta për Rahovecianët në këtë edicion. Kjo xhiro e cila mbyll ciklin e parë vjeshtor për 7 xhirove.
Për ciklin e dytë do të presim 2 javë, pasi që Kosova javën e ardhshme të dielën e ardhshme në Shkodër ndeshet me Shqipërinë në kuadër të para kualifikimeve për Eurobasketin 2029, ku përveç 2 kombëtarëve tona është edhe Slovakia. Edwards më i larti në kërcim, po futemi në 60 sekondat e fundit. Edwards, Morris atje depërtoi Edwards pranë Kolimerios brazilianit, i cili është mbrojtës i mirë. Flayton tenton atje dhe fauli Edwardsit ndaj Ronda Syllës. Të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin, do të jenë 2 gjuajtje të lira. Të shohim nëse Roni kësaj radhe do të huqë të parën e qëllon të dytën. Po, i mbetët besnik traditës së tij. Të parën e huq, dytën e qëllon 50% efikas nga vija gjuajtjeve të lira, 5 pikë të Dasyllës. Ka dhe 2 kërcime, 1 asistim. Mala për Artin, i cili kalon atje, tenton mirë po nuk realizon. Ka luajtur me këmbë atje i fundit Edwards. 28 sekonda deri në fund të çerekut të parë, edhe 21 sekonda për sulmin e kuqezinve. Dasyla në pozitën e postit të ulët atje. Ziggy Reed, edhe 2 sekonda me tabel. Tenton atje, Jon Ismaili nuk qëllon, edhe 1 sekond Flayton nuk realizon. Dhe mbyllët çereku i parë me e përsim prej 26 me 15, e përsia më e lartë e Go Plus PS ishte ajo prej 12 pikëve, 24 me 12, 5 treshe nga 7 tentime, një efikasitet i jashtëzakonshëm. 15 nga 26 pikët e PS kanë ardhur nga tentimet për 3 pikë. Shkojmë një blok të marketingut para se të kthehemi përsëri për çerekun e dytë. Ajden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bankë me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Gjithsesi, po na vjen mirë që edhe në Shqipëri po na ndjekin, u thash në fillim i përshëndeta adhurues të basketbollit në Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike kudo në botë. Trajneri Afrim Bilali, trajneri i Beslidhjes, është duke na përcjell, po e përshëndesim. Tha edhe Beslidhja ka fituar kundër Borës në start të edicionit të ri në kuadër të Ligës Unike. Gjithsesi, edhe këto po e përmendim. Topi do të jetë për Pejan dhe rivënjën do të bëj Arti Hajdari. Vazhdon me passion Hajdari, Touch Green, Morris, Edwards dhe Malcolm Armstead për herë të parë. Natyrisht Armsteadit sa bukur e volli këtë top Ronda Sylla për Ismailin.
dy të ftuarit e përfaqësuesja e Kosovës, e cila megjithatë ka dhe disa mangësi e për çka do të flasim në vazhdim. E mbrojtje e mirë atje Colimerio, depërton por pengohet nga Taj Green. Armstead ish mangët presingut. So bukur Armsteadi, pasimet e tij kanë sy e tërheq topin jashtë. Tenton atje Edwards. Dalet në mënyrë të palejuar nga Morris. Warricku, Marquise Warrick. Fauli pari 5 në këtë çerek. Warrick, pick and roll me Colimerion, por Warrick nuk po e pason, ishte fauli e Armsteadit. Nuk lejon koshin fare atje Taj Green. Fauli Armsteadit, Amerikanit të naturalizuar, reprezentuesit të Kosovës, 36 vjeçari. Dy lojtarët ndër më të vjetër në Super League, Dardan Berisha dhe Armstead, personale e Morrisit, Dequan Morris, 26 vjeçari, ali fundori shkakton personale. Fauli i tret, ekspres, në 67 sekonda loj, në çerekun e dytë, për pen, shumë shpejt, si duket do të futen telashe me faula. Ziggy Reed, rollingi ti për mrekulli pranë Caesar Edwardsit, realizon Ziggy Reed për të afruar rezultatin në 26-17. Në anën tjetër e huq, por e përmirëson Taj Green. Pika e pare ti nga loja, 3 pik, 2 kërcime, por i ka dhe 3 topa të humbur. Joranej bëhet gati për të kthyr në lojë. Në anën tjetër Warrick është i pandalshëm. 28-19. Morris dalet atje në mënyrë të palejuar, kosh faul. Colimerio, Braziliani, edhe një herë pat Leo Colimerio e ndalë në mënyrë të palejuar, e duhet të largohet. (30-19) nëse realizon këtë gjuajtje të lirë, jo. Do të ishte faul i Morrisit ndaj Dasylës, vendosje e mire Dasylës. Largohet Morris në lojë. I kthehet Flayton përsëri. Ismaili përballë ka Artin Hajdarin. Joni bashkëpunon për mrekulli me Ziggy Reedin, i cili depërton, i pandalshëm është me vërtet Ziggy Reed, 30-21. Në anën tjetër, Flayton bukur në thelsi, shmendët trajneri Jeronimo Sharin. Nuk ka mbrojtje të mirë vllazënimi, me vërtet mbrojtja e vllazënimit inekzistente. Shumë zbrastina në mbrojtje. Ismaili për Anej, gabim në hapa nga Joranej. Jerry Cole Helms, pavarësisht nga fakti se i ka 2 personale, e thret atje Jeronimo Sharin, i beson Helmsit. Flayton bombardon për 35-21. Është kjo treshja e 6 e pejanove nga 10 tentime, 60% të efikasitetit. 18 nga 35 pikët e vllazënimit kanë ardhur nga treshet. Në anën tjetër, në treshe përgjigjet me treshe
Marquise Warwick. Dhe është kjo vetëm treshja e parë sonte pas 5 tentimeve të dështuara. Armstead për mrekulli e gjen Flaytonin, i cili e ka ndrejt snajperin e tij dhe po vazhdon me bombardime. 2 tresher është nga Flayton. Është kjo treshja e dytë e tij e një pas njëshme. Ismaili pick and roll me Anein, po prediken, por duhet të shkon deri në fund, tenton, nuk realizon. Jor Anej me kërcim në sulm, e kap të top, Da Syla depërton, por mrekulli atje asiston për Zighiridin, 38 me 26. E kthen te Edwards, i cili është i rrezikshëm nga kjo pozit. Lufton Green mirë, po Jon Ismaili më i mirë, më i kujdesshëm. E kthen te Da Syla për Jor Anein. Pati atje kanë të drejtë që po ankohen për faul, pati kontakte Jor Anej. Në lojë do të rikthehen Helms dhe Koshi, largohen Reed dhe Da Syla. E kreu punën e ti mirë Da Syla. 5 pik, 2 kërcime, 1 asistim dhe 1 top i vjedhur. Atë tje faul edhe më herët kanë të drejtë që protestuan, edhe pse referi Shabani tha se nuk e kam parë. Si do qoftë, në fund çdo gjë u qetësua, pasi Armstead ju desh ta ndal me personale Jor Anein. Ende nuk ka pik nga vija gjuajtjeve të lira për Anein. Është hera parë që gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira. Përndryshe është një nga ekzekutuesit më të mirë të gjuajtjeve të lira tek vllazënimi. Fakt më i miri, me 87% të efikasitetit, 15-13 deri sonte, e sonte 100% efikas për të afruar rezultatin në 38 me 28. Armstead për ball, e ka Ismailin, mbrojtje e Jonit, i cili dy fishon, mbrojtje e mire ti, kundër sulm atje për Jericho Helmsin. Pati shtyri atje Jor Anej, gabim në hapa. Gadim Shabani i jep vrejtjen Jeronimo Sharinit për shkak të protestës për këtë faul ndaj Jericho Helmsit. Armstead Johnson është kthyer në lojë, ka 2 personale e nisi në mënyrë perfekte. Jordan Johnson tepër i lëvizshëm, mbrojtje mirë Dardan Berisha me horogun e tij karakteristik. Dardani për 40 me 28. 4-40 deri në fund pjesës së parë. Helms shkon për ta pranuar topin vetëm shkurt. Ismaili për Warwickun, i cili depërton, ndalet në mënyrë të paliuar nga Armstead. E shtyr atje pranë vijës fundore, ishte më i shpejt Warwick dhe e shtyr nga prapa. Me përvojën e tij, mendoj se do t'i shpëton referëve. E tani Bedra, Amri Bedra për herë të parë sonte. Luajti mirë kundër Teutës në Durrës. Amri. Isak në tentimin e tij të parë. Është kjo gjuajtja e parë e lirë, edhe të dytën e realizon sonte
Marquise Warwick për 40-30, 9 pikë të Warwickut. Personale Amri Bedrës po sa inkuadruan në loj. Me njëherë fauloj atje. Personale ati e par edhe vetëm e dyta e vllazimit. Kërkoj nga ai trajneri Jeronimo Sharin që të jetë agresiv. Sa bukur Armstead. E pat këte situat. Herën e par Hush Touch Green. Ankot atje trajneri Jeronimo Sharin për kriter jo të barabartë të referimit. Ajo që nuk po referohet, faullat që nuk po referohen për vllaznimin, anën tjetër po referohen për Go Plus Payën. Herën e dytë realizon Touch Green për 41-38, 41-30 vali, plus 11 Helms. Mbrojtje e mirë tani zonale e Pejës, e cila e ka gjetë Ilashin vllaznemit, i cili sa bukur, opa, luajti me këmbë atje Jorani, apo ishin gabim në hapa. Po. Mbrojtje mirë zonale Greg Gibsonit, i cili e vendosi mbrojtjen zonale zonën për shkak se skuadrës së vllaznemit sonte nuk po i shkon treshja. Jordan Johnson, Bedra është pranë tij, shkakton faulin e dytë. Apo Dasyla dhe Ridi Zig do të kthehen në loj. Edhe Joranej do të largohet nga loja. Ankot atje Anej se e kanë goditur. Lojtari me numër 5 është ky Touch Green, ai i cili shkaktoi personalin në sulm. Time out ka kërkuar trajneri Jeronimo Sharin. 41-30. Një rënje e ritmit të lojës tani, shumë faulla në çerekun e dytë, të referuar dhe të pa referuar për të dyja skuadrat. Definitivisht e që e ka lexuar trajneri Greg Gibson është që duhet të ndalë Marquise Warwickun, Ziggy Reedin dhe Jericho Helmsen, por ka neutralizuar realizimin e vllaznimin nga krahët. Ka vendosur mbrojtës të mirë ndaj Warwickut, po ashtu po e shohim që me ndrime tek Ziggy Reed kur po është në lojë, kur po shkon në post, po ja vështërson atij depërtimet tentime dhe sidomos e kanë lexuar mirë edhe Jericho Helmsen dhe nuk po lejojnë që të mbetet në pozita të lehta, të lira 1-1, prej nga është shumë i rrezikshëm. Po luan shpejt skuadra e Pes në kundërsulme, nuk po lejon vllaznimin që të vendoset mirë në mbrojtje. Edhe kur po vendoset në mbrojtje, duke e qarkulluar shumë mirë dhe shumë shpejt topin, po krijojnë pozita për 3 pikë, edhe sonte janë jashtëzakonisht efikas, 7 treshe nga 12 tentime. E kjo është edhe arsyeja pse deri tash Peja ka një përsipje 11 pikëve, maksimumi ishte 14. Jericho Helms atje nuk arrin ta mashtroj Touch Greenin i vëmendshëm. Bloki Touch Greenit, Armstead. Ufa,
Çfarë lëvizje mashtruese topi për Dardanin, më ka që nuk e realizoi këtë treshe, e përmirëson Tash Grini. Çfarë aksioni bukur i filluar nga Armstedi, topi shpejt lëvizi. Kjo është për çka isha duke folur parës. E më pas edhe Dardani tentoi për 3 pikë, por nuk realizoi. 43-30. Anën tjetër, kundër sulmi shpejt tani Dardan Berisha depërton. E faul në sulmi Ronda Sylës. Faul i Ronda Sylës ndaj Dardan Berishës. Kërkon që të fshihet parketi. Edhe një herë. Ka lëvizur atje Roni. Të dytë janë ftuar në listën e gjerë prej 15 basketbolistëve të cilë do të mbledhen të hanën në Prizren nga e hënja deri të premtëm. Përfaqësuesja e Kosovës do të ushtroj nën drejtimin e Bujar Locit, ndihmësve të tij Pedri Zeqiri dhe Andin Rashicës, i cili do të vjen të hënën në mëngjes nga Stambolli, ku e kryen detyrën e ndihmës trajnerit të skuadrës elitës turke Büyükçekmece. E treshja vendore, aty Dasyla dhe Green, po bisedohen dhe po buzëqeshin njëri me tjetrin. Isak në tentimin e tij të parë, kapiteni Dardan Berisha, 70% efikasiteti nga vijagjuajtjeve të lira në këtë edicion, 44-30, nëse realizon edhe të dytën do të jetë kjo e përsia më e lartë, po prej 15 pikëve e vendasve, kur ka mbetur edhe 2 minuta 33 sekonda lojë në pjesën e parë. Helms. Ende nuk po e shohim atë Helmsin e vjetër, ati koshi, mbrojtje e mire Johnsonit. Dasyla shpërthen atje. Dueli 2-11-sheve, ati koshi lancon, bombardon dhe treshën e qëllon mbi Dardan Berishën. 45-33. Bukur atje shkon deri në fund Johnson për 47-33. Dikur Atiku dhe Dardani, bashkëtar të Sigal Prishtina, sonte njëri kundër tjetrit. Më pak se 2 minuta lojë. Dasyla për Ridin, i cili tërhiqet për treshe, tenton, nuk realizon. Warwick është afër, por Johnson më i vëmendshëm. Dardan Berisha tenton, nuk realizon. Zigrit e kap topin kundër sulmi shpejt. Warwick në anën tjetër, Dasyla i vetmuar. Warwick për Antikoshin, tenton, nuk realizon. Warwick nuk arrin ta kap këtë top, i cili vjen në duart të veteranit Armstead, i cili natyrisht me përvojën e tij organizon sulmin dal nga dal, nuk ngutet. Tentimi Johnsonit nga një pozitë e vështirë dhe teknike për Jordan Johnsonin. Gabim teknik. Gadim Shabani, atje kryesori i ndërshkon me teknike Jordan Johnsonin për shkak të simulimit. E pat situatën. Warwick realizon për 47-34. Është kjo pika 10 e Warwickut, lojtari parë me pikë 2 shifrore tek vllazënimi. 10 pikë ka pikërisht ai i cili u ndërshkua me teknike. Jordan Johnson 2 treshe të tij. 10 pikë, 2 kërcime, 2 asistime. Dhe kjo është personalja, fauli i treti Jordan Johnsonit, pas atyre 2, edhe kjo teknike. Mbrojtje fantastike Malës kundër sulmi shpejt. Mala për mrekulli, asiston për Flaytonin. 10 pikë, lojtari i dytë me pikë 2 shifrore. Flayton, Dasyla atje e komplikon. Ridja merr topin, opa, për mrekulli.
e mashtron dhe realizon dueli lojtarëve me numër 1. Përfundon me pikët e Ziggy Reedit. Fantastik, u ngrit nga banka rezerv për të shënuar 10 pikë edhe ai. Gabim në hapa. Tash Green ka shkaktuar gabim në hapa. Është ky topi 5 i humbur i Tash Greenit nga 9 sa i ka Pea. Me të vërtet shumë topa të humbur nga Greeni. Më shumë se gjysmën e topave të humbur të skuadrës së tri. Warwick. Bukur atje mbit. Nonën tjetër. Banon e ti. Dardani për pak sa nuk shënoj treshe. Green. Atje edhe trash talk me Marquise Warwickun. I thot të blokova. Ufa, çfarë blokade atje. I thot jo kësaj radhe. Blokade Tash Greenit. Edhe pjesa e parë mbyllet me rezultat 49 me 36 tek skuadra vendase. Dy lojtarë u dallon në pjesën e parë. Skylar Flayton dhe Jordan Johnson me nga 10 pikë secili. 9 pikë i ka Dardan Berisha, fenomenal. Ishte për 2 pikë 2-2. Nga vijagjuajtjeve të lira 2-2 realizoi edhe një treshe. Pra 29 nga 49 pikët e PS i realizoi treshja e peshës startuese. Flayton, Green dhe Berisha. Në anën tjetër me nga 10 pikë u dalluan Marquise Warwick dhe Ziggy Reed, i cili zakonisht ngritet nga banka rezerv ashtu edhe sonte. Pra realizuan 20 nga 36 pikët e vllazнимit, ai i cili sonte nuk e dha kontributin të cilin ndoshta tifozët e vllazнимit e kanë pritur, është Jerry Cole Helms. 4-0 është nga loja, tentoi 2 herë për treshe, 2 herë për dyshe, kur gjo nuk ka shënu. E ka vetëm një top të humbur, s'ka as kërcime, as asistime. Betët të shihet se çka do të bën në pjesën e dytë. Adhurës të basketbollit, shkojmë me një pauzë 10 minutë para se të kthehemi përsëri në pjesën e dytë të ndeshjes së dytë në program për këtë të shtune, në kuadër të Gjirës së 7 të Pro Credit Superligës. Go plus Pea, vllazënimi 49 me 36.